Zhdoganimi i makinave të përdorura do të kushtojë më shtrenjtë me hyrjen në fuqi të udhëzimit që rrit me 25% çmimin e referencës që do të paguhet në dogana. Sipas udhëzimit për automjetet me motor nga 1400 deri në 1900 kubik, pragu minimal i zhdoganimit rritet nga 200.000 lek në 250.000 lek. Për automjetet me motor nga 1900 deri në 2500 kubik, vlera e referencës do të rritet nga 325.000 lek në 406.000 lek, ose rreth 25% më shumë. Për automjetet me motor nga 2500 deri në 3000 kubik, çmimi minimal i zhdoganimit rritet nga 400.000 lek në 500.000 lek me një rritje prej 25%. Rritja me rreth 25% janë miratuar edhe për mjetet e transportit. Për kamionçinat dhe furgonët me kapacitet deri në 1.5 ton, vlera minimale e zhdoganimit rritet nga 400.000 në 500.000 lek, ndërsa për mjetet me kapacitet nga 1.5 deri në 3.5 ton, pragu minimal shkon nga 600.000 në 750.000 lek. Ministria e Financave thotë se çmimet e reja për mjetet e përdorura bazohen në burime dhe platforma ndërkombëtare të njohura për referencat e tregut. Ky ndryshim vjen pas hyrjes në fuqi të udhëzimit të ri të Ministrisë së Financave, i cili synon të garantojë vlerësim më realist të automjeteve duke shmangur kështu edhe mos deklarimin. Rritja e çmimeve të referencës pritet të sjellë edhe një ndikim në rritjen e çmimeve finale për automjetet e përdorura që importohen dhe shiten në tregun vendas. Në anën tjetër, kjo politikë mbështet blerjen e makinave me 0 kilometra. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, për periudhën janar-nëntor 2025, gati 90.000 mjete janë regjistruar për herë të parë. Mbi 55.2% kanë moshë 8 deri në 15 vite, 25% mbi 15 vite, 5.1% 5 deri në 7 vite dhe 14.7% 0 deri në 4 vite. Korea e Jugut është në krye të listës sa i takon importit, ndjekur nga Gjermania, Italia, Kina dhe Zvicra.